Bashkia e Vlorës ka kërkuar nga kompania e cila po shtron rrjetin e ri të ujësjellësit të kthejë në gjendjen e mëparshme rrugët, duke qenë se jemi në sezonin turistik. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora e konfirmoi këtë fakt, ndërsa kërkoi nga firma zbatuese që të rihabilitojë sa më parë dhe të mbyllë rrugët kryesore të qytetit me qëllim që ato të jenë të aksesueshme gjatë sezonit turistik. Dredha tha se kjo është një kërkesë që është drejtuar nga bashkia kompanisë në fjalë. Se projekti ujësjellësit nuk u them vetëm ujësjellësi, është edhe projekti KFV-s që po bën pjesën e shtrimit të tubave në gjithë qytetin për ujin e pishëm 24 orë. Mund të ishte meritime më të mira, megjithatë ne jemi gjithkohës duke ushtruar presion te kompania dhe te KFV-ja, sepse atë tillë politikë dhe tillë procedurë kanë ata, por ne nuk na konvenon sa i përket edhe pjesës ankesave nga komuniteti. Pa duhet të ecim më shpejt me ritmin e pjesës së mbulimit të gjithë atyre kanaleve që janë hapur me asfalt. Akset kryesore kanë filluar po bëhen, por ne duam edhe lagjet. Shikojmë edhe lagjet sepse në fund ditës si në rrugë kryesore, si në lagje, ne duhet të kemi kushtet njësoj. Aktualisht në zbatime dhe të urdhrit të kryetarit të Bashkisë së Vlorës, kompania që po shtron rrjetin e ri të ujësjellësit po kthen në gjendjen e mëparshme rrugët ku është ndryrë. Një rëndësi e veçantë po i kushtohet rrugëve që janë kryesore për të mbyllur ato sa më shpejt me qëllim të mos pengohet trafiku në këtë situatë kur do të kemi rritje të automjeteve që qarkullojnë në qytet. Sipas grafikut të punimeve, aktualisht po punohet në disa rrugë paralele me rrugën transballkanike, por edhe për të riparuar pjesët e dëmtuara në transballkanike e për të mbyllur disa kanale të hapura në rrugë të tjera të qytetit, aty ku është shtrirë rrjeti ujësjellësit. Më pas do të punohet në brendësi të lagjeve, por për sezonin turistik do duhet që rrugët kryesore të jenë të aksesueshme dhe pa problematika të tilla.